Një roman dashurie që merret me të ardhmen dhe parajsën e krijuar nga inteligjenca artificiale. Gazetari Ben Blushi vjen përpara lexuesit me romanin e tij më të ri që e cilëson eksperiment ku bashkohen dashuria dhe shkenca. Një hebrej shqiptar në moshë të mesme dhe një vajzë vetëm 27 vjeçare, një histori dashurie dhe nevoja për një luftë të re. Mbi këtë sfond Blushi e ndërtoi romanin Parajsa Artificiale, që e promovoi edhe në Shkodër në qendrën rinore Arka. Blushi rimerr personazhin e Simon Shuterit, një karakter kontrovers e për këtë edhe interesant, duke dhënë në duar një armë të re, inteligjencën artificiale. E ndërsa inteligjenca po zëvendëson njeriu, romani i Blushit e vizualizon më qartë këtë ndryshim. Ky ka një temë relativisht bashkëkohore, do thoshe, sepse përpiqet të shpjegoj si mund të jetë bota shumë vjet më vonë kur inteligjenca artificiale dominoi. Edhe besoj se inteligjenca artificiale sot është një temë shumë madhore për botën. Pra, të gjithë njerëzit mendojnë pafund, besoj, jo vetëm ata që merren me shkencë, por edhe njerëzit e zakonshëm, se si do ndryshojë shoqëria jonë mas shumë vitesh kur disa nga punët që bëjmë sot janë zëvendësuar nga tru elektronik, pra nga inteligjenca artificiale ose nga robot, themi. Kështu që libri merr përsipër t'i shpjegoj pak këtë temë në mënyrën e vet. Unë e besoj sepse bota që jetojmë nuk është shumë e drejtë në një kuptim, ose shumë e kënaqshme. Pesimizmi është rritur shumë në botë, luftrat janë shtuar. Edhe në krahasim me 30 vjet përpara, rajoni ku jetojmë ne, mos flas për Shqipërinë në veçantë, po Evropa në përgjithësi është shumë e tërëzuar, kontinenti pa qetë. Ka luftra në prag, ka papunësi, ka pabarazi, ka mungesë performanse dhe kreativiteti. Qeverit janë gjithmonë përfaqësojnë gjithmonë më shumë pakicat. Edhe një botë e ndryshme ku përmes shkencës, pra teknologjisë, inteligjenca artificiale mund të ketë më shumë barazi në botë. Edhe njerëzit janë pak më happy, pak më të lumtur. Do është një botë besoj që na përket. Ndoshta ne nuk do arrijmë dot, po jemi në fillesat e saj. Pra ne sot jetojmë si, po themi, gjermanët ose francezët e viteve 1900, kur sapo ishin shpikur makinat. Ky rrëfim i shkruar thjesht me dialog të shpejtë dhe provokues shpalos për lexuesin jo vetëm një histori dashurie atipike, por edhe një sër tematikash bashkëkohore të rëndësishme. I ndarë në dy pjesë, Ferri dhe Parajsa, romani na shfaq disa skenar të ardhmesh të afërta, bazuar në fakte të vërteta historike dhe aktuale. E ardhmja imagjinohet herë si një luftë e ashpër e herë si një vegim utopik, ku njerëzit do të jetojnë në paqe mirëqenie të përhershme, pa mundë e pa punë.